Po cilët janë përbërësit kimik? Pse kjo bimë ka kaq shumë vlera për përdorimin personal? Në vendin e parë që e zën flavonoidet, antioksidant të shumtë si quercetina, luteolina, izoquercetina dhe hiperozidet, pra antioksidant të fuqishëm që na ndihkojnë me të vërtetë në rigjenerimin e organizmit. Diantrakinonet, pra 2 kinonet si hepericina, hipericina dhe pseudohipericina, ksanonet, hiperforina. Po ta shikojmë për shembull, neve që në momentet e para që e prekim këtë, hiperforina na jep atë si nxirje ose si zverdhje të duarve. Vajrat esenciale, megjithse kjo bimë ka 120, 130 deri në 150 gram vaj për 100 kg, kanë një aktivitet të fuqishëm antimikrobial dhe antimykotike. Kanë veti të çuditshme në mbylljen e plagëve dhe në rigjenerimin e tyre. Po cilat mikroelemente të tjera ne do të hasim këtu në brendësi të këtyre luleve dhe gjetheve? Atëre, në brendësi të këtyre luleve dhe gjetheve, ne po ta shikojmë lulen me ngjyrë të verdhë, mendja do të na shkojë tek beta-karoteni, përveç vajit esencial, kemi tashi piocianidinat dhe taninet katekinike, të cilat janë derivate të acidit klorogjenik dhe kafeik. Është vitamina C, por ne përmendëm karotenoidet, pra beta-karotenin. Kjo ngjyra e verdhë dominuese në lulen e saj. Veç këtyre dhe vitaminës E, kemi një grup të tërë të kompleksit të vitaminës B, pra B1, B2, B3, B9, të cilat marrin pjesë dhe kontribuojnë në metabolizmin energjetik të organizmit dhe mirë rregullojnë funksionin e sistemit nervor. Fuqia e lules së basanit vjen nga hipericina, pra edhe pse nuk është një burim vitaminash, ajo fsheh në petalet e saj një thesar me molekula të rralla që natyra i ka ngarkuar me detyrën e mbrojtjes dhe rigjenerimit të organizmit. Gjurmët e mineraleve që ushqejnë jetën si kalium i bollshëm ndihmon në funksionimin e zemrës dhe të sistemit nervor. Kaliumi rregullon shumë mirë ekuilibrin e lëngjeve në organizëm dhe rrjedhimisht më ul edhe tensionin e lartë. Kalciumi, që është shumë i rëndësishëm për kockat, për të kurrjet e muskujve dhe për lëvizjet e muskujve. Magnezi është një nga mikroelementët që mbështet sistemin nervor, pjesëmarrës në relaksionet enzimatike të organizmit. Fosfori, i cili është i domosdoshëm në prodhimin e energjisë, pra ndikon tek ato mitokondrit që ne kemi thënë edhe herët e tjera, dhe mikroelementë të tjerë, siç është hekuri për shembull, që është shumë i nevojshëm për formimin e hemoglobinës. Është mangani, një antioksidant që merr pjesë në formimin e indeve dhe disa mikroelemente të tjera. Pra, nëse do ta vendosim për shembull, lulen e basanit në tufa, thjesht vetëm ne ta prekim, atëherë do të vëmë re që duart fillojnë të na marrin një tjetër ngjyrë dhe nëse kemi gërvishje dhe plasaritje, atëherë këto sikur fillojnë të mbyllen. Këto fal hipericinës, zinkut që ndodhet në këto gjethe dhe lule dhe bakrit që merr pjesë edhe në sintezën e kolagjenit dhe në rritjen e eritrociteve. Po kështu edhe të selenit, i cili na ndihmon shumë mirë në mirë funksionimin e gjendrave tiroide.